E pra të dashur miqtë e mi, ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar dhe për të ndarë mendime për qasjen e Luizit brënda në shtëpinë e Big Brother. Unë e kam thënë edhe ditëve tjera, në fakt kur kam komentuar, kur kam hedhur mendimet e mia, analizat e mia rreth qasjes së Luizit brënda në shtëpinë e Big Brotherit, kam menduar që Luizi do t'ishte një personazh i cili do të ndikonte jashtëzakonisht shumë në afrimitetin e Brikenës edhe Mateos. Por siç duket, më vjen keq në fakt që po shprem kështu, por tek ajo që unë e kam parë realisht, qasja e Brikenës është një qasje ignorance, një qasje e një vajzës pak të lasdruar, një vajzë e cila mendon që nëpërmjet bukurisë mund të merr vëmendjen më të madhe brenda asaj shtëpisë, dhe mendoj unë që vajzat të cilat kanë këto lloj qasjesh janë vajzat që duan më së shumti fokusin e çunave të shtëpisë apo çunave jashtë kësaj shtëpie. Që me hyrjen e Luizit brenda shtëpisë së Big Brotherit, do me thënë marrëdhënia mes Mateos edhe Brikenës ka ndryshuar jashtëzakonisht shumë, ndoshta nga fakti sepse ato të dy nuk arrin dot ta kuptojnë që është një televotim fiktiv dhe është një kutije Pandorës fiktive dhe nuk është e vërtet, do me thënë nuk futen në detaje të analizojnë, po thjesht japin mendime të kota, japin ide të kota, mbajnë mëri dhe inate të kota dhe nuk arrin dot, do me thënë, të sistemojnë lojën ashtu siç duhet sistemuar. Brikena sillet me një arrogancë të papar, si me Luizin, si me të dashurin që ajo në fakt e kishte simpati dhe që i dha mundësinë për kohë Mateon. Siç duket, hyrja e Luizit i trëmbi edhe ndjesitë e çifteve, këto dashurit që po krijoheshin dhe tani kanë kapur forcat në të gjitha dimensionet që të hynë brenda në lojë, do me thënë të përfshihen në lojë, dhe të këtill në fakt e shoh Brikenën, e shoh shumë të kërcënuar më vete, që në qoftë se unë do të afrohem te Luizi, në qoftë se unë do të rri afër Luizit, unë do të bie në karakterin tim, do të thënë ka këtë egon që unë jam vetëm dhe nuk i afrohem këtu asnjë lloj mashkullit. Ndërsa në anën tjetër, çifti tjetër, Krusita dhe Kristi, një çift në fakt që ishin në tentativë, tashmë janë fokusuar krejtësisht në lojë, sepse Kristi një herë është duke studiuar, logjikuar, menduar gjatë se cili është misioni i Luizit, edhe pse në fakt Kristi e zbuloi misionin e Luizit, e zbuloi arsyen pse Luizi është brenda asaj shtëpie, por pret vetëm një konfirmim, një dritë jeshile që po kjo është, edhe Kristi më të lirohet edhe të vazhdoni qetë sepse e shoh shumë në tension, do me thënë pa marrë parasysh që ka bërë këtë analizën, ka studiuar lojën, ka studiuar ngjarjen, ka studiuar hyrjen e Luizit, me çfarë zarfi erdhi, çfarë prioritetesh solli. Por në një anë, do me thënë, e ka dhe këtë 1% që në 99 le të themi që e ka frikën se mos Luizi ndoshta vërtet është banor dhe atje analiza mund t'i bie krejt në tokë. Tani fansat jashtë janë duke bërë Brikenën dhe Mateon në krah me Luizin dhe Krusitën dhe Kristin në krah me Luizin si çifte në një farë mënyre për t'u martuar brenda kësaj shtëpie. Unë mendoj që me hyrjen e Luizit banorëve i është tharë pështyma në fyt dhe nuk do t'jetë ndonjëri çift prej tyre, do me thënë u haruan emocionet, u haruan ndjenja, u harua dashuria, i kapi frika dhe paniku. Frika dhe paniku se çfarë po ndodh jashtë, Luizi është brenda kësaj shtëpie, është fenomen i fenomenve, do me thënë një banor i cili bindshëm e fitoi Big Brotherin dhe bindshëm do ta fitonte edhe nëse do të ishte përsëri pjesë e këtij spektaklit, me vetëm qëndrimin e Luizit për kaq orë, Luizi e dëshmoi këtë gjë. Unë mendoj që Brikena tani e faktoi më, pa marrë parasysh se çfarë pretendimesh ne kemi patur, pa marrë parasysh se çfarë idesh ne kemi patur, që mund të kishte një mundësi për lidhje mes Brikenës edhe Mateos, lidhje ndjesi shpirtërore, por Brikena më tash e faktoi që nuk ekziston dhe nuk do të ketë një gjë të tillë, sepse mendoj që hyrja e Luizit i nxori fytyrat e vërteta, atë që unë në fakt e them, e nxori fytyrën e qartë. Banorët janë aty për lojë, të gjitha ndjesitë që mund të krijohen janë ndjesi të krijuara në kuadër të lojës, do me thënë nuk janë ndjesi të sinqerta, dhe në këtë pikë unë e shoh
të dy çiftet që në fakt pretendoheshin që do të krijoheshin, thjesht u treguan që nuk janë çifte të vërteta dhe në bazë se kanë lojën.